me grekët kemi të njëjtin gjën. Ata bën një gabim të cilën nuk janë penduar tani, por është shumë vonë. Ata vranë gjuhën arvanite dhe shkëputën lidhjen me gjuhën e vjetër greke. Sepse gjuha atika është një version i vjetër i gjuhës arvanite. Dhe tani kur vjen momenti dhe kanë hyrë këto epokat moderne që po kryen studime strukturale të thella mbi gjuhën, del që shqipja ka 95% të fjalëve të saj me greqishten e vjetër, që do të thotë që greqishtja vjetër ishte një dialekt i ilirëve të jugut, dhe greqishtja vjetër u krijua nga përzierja e dy dialekteve, dialektit ionik ose pas paraardhësit të toskërishtes dhe dialektit gek, siç është dorik ose gek, që është paraardhësi i versionit gegnishtës sotme. Pra, në gjitha dhënat historike, antropologjike, gjuhësore, gjenetike, në gjitha grekët dalin që janë shqiptar të tjetërsuar.